Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashimin e datës 19 mars 2026. Kemi një ditë mjaft të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me takime, bisedime të rëndësishme, por sa është e mundur që të dilni të fituar në çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë? Kemi diçka mjaft pozitiv, sepse data 19 mars ndodh hënë e re në shenjën e peshqeve. Një moment veçanërisht i fuqishëm në botën e emocioneve tona, ëndrave, intuitës son. Këndi i saj më i afërt është jashtëkëndshi me Uranin në shenjën e Demit, gjë që bën ideale për të filluar një punë ose për të menaxhuar jashtëzakonisht mirë një biznes apo marrëdhënie të vështirë ta rregulloni. Kjo është hënë e re në peshk, që nuk ka ndikime, që nuk ka Saturnin ose Neptunin në këtë shenjë. Ndikohen pikërisht shenjat me vazhdimsi, korrektësi dhe lidhje afatgjatë në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetë të fundit, pra të tretë, ose në shenjat e tyre ata që kanë ascendente ose planete në këto shenja, kanë ndikimin më të madh të që ndonjëherë, dhe kjo do të thotë që është vendosmëria, është korrektësia, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, dhe që jep pesh në atë çka bëni, atë çka juve kërkoni dhe rrezatoni. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 19, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në